Gjithë peshqit që shkajnë nëpër Kosovë gjenden edhe në liçenin e Radoniqit. Munda me thonë fatin, po edhe jam konë mjeshtër. Kush i afrohet njëherë lumit edhe një peshk e zën, nuk mundet mu largu. Rrugtimi për peshkimin ka fillu përpara shtëpisë e kom pas lumin Krejna. Për i fëminis diku 7 vjeçe, me njëherë kom fillu jom pasionu, i kom pa do peshkatar. Edhe kom pas fizikin pakes që nuk kom mujt mi njek shok mas futbollit e mas kënej edhe kështu që përfundova besojnë sportin më të mirin. Këtë sport bën veçan fati jam, kontakti me natyrën. Mandej nga të ujit të nëherë t'i ki rrezet ultraviols, mandej peshkimi edhe peshkin ka herë, besa edhe mi shiu mi hongër ka vlerat e mdhaja. Përgjithësi shëndeti, kontakti me natyrën është që nuk tërshën mu. Ta shumë një nër atat vjetrit, po me mosh për atë kohë ka qenë edhe jonë moda ja punë që shpezan peshqi. Mirë po nuk ju kom da. Mas pari kemi fillu që aty në Krejna, po na kemi pas fatën në Gjakov, kemi pas lumin e Rëniku, drinin, ma vonë prej 82-shës edhe liçenin e Radoniqit. Liçeni e Radoniqit është jashtëzakonshëm. Liçeni më i vjergjër munda me thonin ton regionin e Ballkanit. Shumë ujin e pastër ka. Gjithë peshqit që shkajnë nëpër Kosovë gjenden edhe në liçenin e Radoniqit, mirë po për masat mi këshyr këtu janë më të mdhaja. Uji është që rrit peshkin shumë. Është edhe përkashia është jashtëzakonshëm. Na të nëherët kemi pas edhe para luftës, jemi du mu pajis të nëherët me leje, kemi pas shoqata, po fort nuk kemi kon aktiv, si me thonë, me him në për gara, në për krejt. Në 1999, kur pas qlerimit, me njëherë na fillum, i kryum shoqatat edhe fillum me gara, 28 nëntor, dhe më thonë, 1999, e majtem një garë në liçenin e Batlavës. Aty morën pjesë aktive shumë shoqatat të Kosovës, po ata fatin une mi marrë vendin e parë, munda me thonë fatin, po edhe jam konë mjeshtër. Edhe shoqata Rëniku e Gjakovës, edhe shoqata Rëniku e morë vendin e parë, edhe prej aty kem fillu gara, kemi majtë vazhdimisht, edhe shumë federata e peshkatarve të Kosovës së shumë aktive, janë mirë. Jemi pranu edhe në CIPS edhe FIPS, janë federata internacionale peshkimit sportiv. Qëtashtë e majtëm një garë në liçenin e Malisheves, ka qenë shumë garë e mirë, se shumë gjyten gjithë peshqi. Edhe gjyten shumë. Vendin e para, morra. Na kemi disa ekipe i kemi bo në Kosovë me aftësit kufizune, edhe garojmë na nërme veti, edhe në kuadrët federatës, po edhe kështut në miqësore shpesh. Mirë po, qasja për ne është shumë e vështirë. Shumë e vështirë se nuk hala institucionet ose edhe këto sportit, federata, nuk i kanë mundësit me na bo qasjen deri te brigjet e liçejve ose lumit. Te na duhet do kushte mu afru kerri se kemi njerëz me kulisa. Këtu, mas shumëti, kanë qenë peshqit e drinit, do më thonë mlyshi, mrena, krapi, dulberi, gjuca që i thojmë, ose pardhoshi pe i thojmë tashti edhe. Pra tashti janë edhe sykuqi, është gërgeqi ose sharmaki. Janë rritë shumë, këtu ka sharmak deri në 2 kg që janë zonë. Mundet me pas edhe më të madh, është atraktiv shumë, një nër peshqit më atraktiv që janë. Vazhdimisht mas peshkimit shumë të ri i afrohet njëherë lumit, edhe një peshk e zën nuk mundet mu largu. Vish i kthehet në pasion. Qingjin e ujit
në fillimisht e kem pa boj garë, këtu në liqen, të Radoniqit, edhe unë e emërtova qingji ujit, garën. Këta nuk dishin shka është qingji ujit, unë i thash qingji ujit, na kush e zanë krapin më të madhin. Në Gjakov, një pjesë e qytetarëve, do më thonë një rreth temin ku kom najt, ne i kem thonë të në herë të krapit qingji ujit. 3 kg, 4 kg që kem bo, edhe kur e kem përgatit, është mishin që e ka, është afër edhe mishit, si më thonë, të kingjit ose, është ma ka i kuqi. Po edhe që aty, une e mërtova njëherë garën, qingji ujit, ma ne e hapa edhe restoranin, kër hapa restoranin, janë gjitha emnin qingji ujit, tash e kom edhe klubin e peshkatarëve, edhe klubi peshkatarëve ka qingji ujit. Njëherë fillu me 4-5 tavolina i kom pas, fillimisht, mandaj fillova të zgjanu. Kërkesat ishin të mdhaja, atëherë vetëm shkova të disa meqen Shkodër, në Qirok, të Hilmija në Zogaj, ma ndaj pak, edhe aty shumë sena kom mësu për tavën e krapit, për peshqit në përgjithësi ata me tradit, si në Shkodër, mu për peshqit detit e të lumit e të liqenit, edhe më njëherë ma ndaj fillun këto prej 2001-ës kom fillu, kur kom marrë mjanë gjithë emnin restoranit, dikush për më thëtë mu mjanë gjithë emnin Herardh, nemen Heroid Ardit Djembe. Mirë po, kur për më vjen një shok, tha, ti e ki gati emnin, qingji ujit aludon në krapin. Edhe ma nëjmë me njëherë ra prej kombinimit Herardh, edhe qingji ujit janë gjithë me emnin, edhe nuk jam pishman, heq, qorvën e peshkit kërësisht e bojmë me krap, po kemi krapa, amurin e bardh, shpesh e marrë, në më thonë, në Shqipni prej Macedonisë ma bijin, po luciperke, smugjin që i thojmë na, edhe ato i gjej, edhe i jashtetit, edhe këto, po ma shumë jashtetit këto vijin, i kemi kretë llojet e peshqive, do më thonë troftën e kuqe. Troftën e kuqe kemi me pak ma të mdhaja, 1 kg gjys 2, pe ikim salmonit, to pas troftën e kuqe tonën është shumë e mirë, edhe frest, njëra jonë tradicionale është, për shembull, tavën e krapit, na kemi bo me disa modifikime. Jo bashkë si në Shkodër, se shijet të na ndryshojnë. Në fillim, kur kom fillu, unë mi bo këto, unë jom duhet mi bo djekës shumë tavën, se qashtu ka qenë edhe në modë, anaj në Shqipni mi bo djekës të atëherë në 2001, në 2002, nuk e kanë hongër. Edhe preferoj me tavën, kur ta bëj, me pemë të stines. Për shembull, kur është ftoni, me ftum, e bëj kajsia, pjeshka, do më thonë, roshterën, bën edhe kumllat e tjerën janë të jashtëzakonshme. Besoj që e kem gjetë një farë mesi në mes tavës Shkodrës edhe shijeve të Gjakovës, që pisha që shumë e preferojnë. Gjatë rrugtimit, sidomos në krapin, çdo detajet, likurat, kemi fillu mja hek, më konë si një simbol, do më thonë tamam qingji ujit edhe janë këto likurat, familjar, me djemë punoj, një kohë djali i madhë pa të shku në Amerikën shkolla, kreu fakultetin, mirë po erdhe u bashkan gjithë. Unë i kësha thonë të rive që mu marë me peshkim, mi afru ujit, kontakti me natyren, kontakti me ujin, është të largon, peshkimi të largon prej shumë veseve të këqija. Edhe nëse po shon diku truni, po shon peshkim.